një studiues, një matematicien, i cili nuk ka gabuar në gjetjen në tre kompeticionet e fundit. E jep Holandën kampione. Edhe vetë nuk arria ta besoja, por a mund ta kenë këtë shans? Shiko, shanset janë barabarta që nga i pari deri te i fundit. Pa i heqim pik presje, ai zotëria ka bërë parashikime më të mundur dhe ka gjetur 3 vitet e fund. Nuk është pak që të gjesh 3 vjet. Absolutisht. Që të gjesh 3 edicione. Një herë është rasti mund ta gjejmë dhe unë e ti do fitoj Gjermania. E them dhe e fitoj. Por 3 kompeticione rresht, unë besoj që është gjetje. Por mos harrojmë të shikosh përbërjen e Hollandës. Ka lojtarë shumë të mirë, ka lojtarë shumë cilësor. Janë lojtarë të uritur që duan të fitojnë. Se kjo është thelbësore të një ekipi. Ti shikosh grupin e lojtarëve, për shembull, mund të kemi shumë lojtarë që mund të jenë super talent, mund të jenë super të mirë paguar, por nuk kanë atë dëshirën. Mund të themi nga ana futbollistike, themi, janë velur. Po, uria, është ajo uria. Nuk është si një që don të vi gjithmonë nga mrapa dhe të pickoj dhe të marr, mund të themi atë ku themi në thojzën e ta marr bukën nga dora, të ushqetaj para se të ushqesh ti. Dhe kjo pjesa tjetër e të fryrit, e të përgdhelurit, e këtyre mund të themi që janë superior nga kjo pjesa. Unë e shikoj Hollandën me një grup shumë të ri, me një grup shumë talentuar, por gjithsesi do ngelet për të parë ndeshjet në vazhdim.